Hakerët korean, të cilin e vjodhën Ethereumin nga Bybit, janë duke përdorur decentralizimin TEX ose rjetin protokolli Torchain, të cilin e përdorin ato për të konvertuar Ethereumin në Bitcoin. Ato kanë vjedhur një shumë të madhe për 1.4 miliard Ethereuma ose gati 600.000 Ethereuma. Dhe ato kanë përdorur përsëri mëne me po transakcionet se ato kanë konvertuar 156.000 Ethereuma në Bitcoin në vlerë për 346.000 milion dollar. Protokolli Torchain funksionon në mënyrë që nuk ka kyç, do të thënë nuk duhet që të bëni verifikimin kur të përdorni protokollin Torchain dhe nuk ka nevojë për ndërmjetësim. Do të thënë nuk duhet me përdor swap, do të thënë me bë Bitcoin në Ethereum me përdor ETH swap, do të thënë me bë swap. E bëni direkt transformimin nga Ethereum në Bitcoin për shkak se ka shumë likuiditet dhe është shumë e vështirë nga autoritetet për shkak se është bë vjedhje shumë e madhe dhe normalisht të gjithë autoritetet janë duke përcjell adresat e tyre si FBI-ja dhe ato nëse përdoren një centralizim ose një exchange si për shembull Binance, Bybit ose në një exchange tjetër ku ka centralizim, fondet e tyre mund të bllokohen në çdo mënyrë. Do të thonë nëse ato përdorin me bë shitjen Bitcoin në USDT ose USDC, fondet e tyre do të bllokohen automatikisht. Dhe për këtë arsye ato përdorin Torchain ku ka likuiditet të madh. Si krijohet ky likuiditet në Torchain? Ky likuiditet krijohet nga persona privat të cilin kanë kapital, për shembull 100.000 ose 1 milion dollar dhe ju çat kapitalin e përdorni për likuiditet në Torchain. Kur ato të bëjnë transformim si këto, për shembull në këtë rast hakerët e përdorin Torchain me bë nga Ethereum në Bitcoin me transferu, ju fitoni provizion rund token. Për këtë arsye ato kanë shumë likuiditet dhe është shumë e vështirë që të gjurmohen nga autoritetet për shkak se për një transakcion përdoren shumë adresa dhe është shumë e vështirë për verifikimin e të gjithë transakcioneve. Ato pasi të përdorin të gjithë Bitcoin dhe me të transferojnë prej Ethereum në Bitcoin, normalisht do të përdorin ka shumë miksera, shumë platforma ku bëhet edhe më vështirë gjurmimi i këtyre adresave. Normalisht se këto hakera nuk janë amaterë, se nëse kanë mri me haku 1.4 miliard dollar në Ethereum, do me thënë ato e kanë planifiku edhe si me bo përlarjen e këtij Ethereumi në Bitcoin pa mos u kom nga autoritet. Për mu janë hakera shumë të meqëm, momentalisht dihet se janë veç korean, nuk e asnjë informacion tjetër. Nëse ju pëlqen kjo videoja, mëni më në përkroj me një like për algoritmin YouTube dhe mirë pafshim dhe video në radhës.